ta duan fëmijën me gjithë çfarë ka ai brenda tij. Fëmia e tyre është brillant. Çdo fëmijë është i unik, i bukur, i gjithanshëm dhe duhet vërtet të kuptojmë kush është fëmia e tyre. Atëherë vetë adoleshenca është krijimi i identiteti dhe pikërisht domethënë identiteti seksual, po ashtu në ato çfarë ato besojnë, ato çfarë në presionet që vazhdimisht ballafaqohen dhe ky është një moment kyç i gjithë zhvillimit psikologjik. Seriali trajton në këtë periudhë ndonjëherë konfuzionin që e shoqëron drejt një formimi të një identiteti të qëndrueshëm. Dhe adoleshenti natyrisht duke qenë në gjithë këtë vrull dhe presion psikologjik, social, ndonjëherë familjar, mos kuptimi në disa rrethana të caktuara, konfuzohet dhe kjo është shumë e drejtë. Dhe prindrit duhet të jenë shumë afër tyre dhe për të kuptuar çfarë po ndodh dhe si do ta ndihmojnë.